Qyteti i Gurishtës ishte një vend që dukej sikur koha kishte harruar ta vizitonte. Një qytet i vogël, i strukur me skodrave të gjelbra, me shtëpi guri, oborre të mbushura me hardhi dhe rrugë që përdridheshin si gjarpërinj mes maleve. Në verën e vitit 1990, Gurishti kishte vetëm një zhurmë të vetme, cingërimën e biçikletave, zërat e fëmijëve që luanin nëpër sokak dhe trokun e ndonjë makine të rrallë që sillte mallra nga qyteti i madh. Ishte një verë nxehtë dhe e trazuar. Lajmet për ikje, për njerëz që kalonin kufirin, për valigje të lëna fshehurazit e hekurat e trenit, ishin kthyer në legjenda urbane që përhapeshin në çdo lagje. Në atë kohë, dy vajza 17 vjeçare, Bora Legdushi dhe Marisa Toma, jetonin në skaj të qytetit, në dy shtëpi që ndaheshin vetëm nga një gardh me lule manushaqe. Bora ishte vajza e një mësuesi të rrept historie dhe e një nëne që punonte në postë. Kishte sytë gri dhe një mënyrë të ftohtë për të parë botën, sikur gjithçka përreth ishte një enigmë që duhej zgjidhur. Marisa, përkundrazi, ishte plot jetë, flokështenje dhe gjithmonë me një fjondo të bardhë në kokë, një detaj që e bënte të dallueshme në çdo turmë. Të dyja kishin qenë të pandashme që nga klasa e parë. Luajten, mësuan, ndërruan bashk. Njëra donte të bëhej gazetare, tjetra piktore. Por ajo që i lidhte më shumë ishte një dëshirë e fshehtë, që e përmendnin vetëm natën kur shtriheshin mbi barin e lagësh pranë lumit të qytetit. Një ditë do ikim nga Gurishti. Nuk do të na gjejnë më këtu. Zhdukja. Ishte 12 korrik 1990. Bora dhe Marisa dolën nga shtëpia në orën 5 pasdite. Dëshmitarët e fundit që i pan ishin dy gra të moshuara që po ktheheshin nga tregu. Thanë se vajzat kishin në duar një qese me fruta dhe po qeshnin, teksa ecnin drejt lumit si çdo pasdite tjetër. Pas asaj dite, asnjë njeri nuk i pa më. Kur ra nata dhe ato nuk u kthyen, nëna e Borës, zonja Monda, filloi të ndjente një ndjesi që s'ishte as frikë, as ankth, diçka më e thellë, si një parandjenje që ditë të marrë frymën. Rreth orës 10, ajo trokiti në derën e shtëpisë së Marisës. Edhe aty, e njëjta shqetësim. Askush nuk dinte gjë. Në mëngjes, babai i Borës, zoti Petrit, shkoi në polici. Por policia asaj kohe ishte e ngurtë, e ngadaltë dhe shpesh e frikshme. Oficeri që e priti i tha: "Janë vajza të reja. Ndoshta kanë ikur në qytet, ose dihet si janë të rinjt këto kohë. Do kthehen." Por nuk u kthyen. Pas 3 ditësh kërkimesh, u gjet vetëm një send, fjongoja e bardhë e Marisës, e përlyer me bajt dhe e ngjitur në degët e një shelgu pranë lumit. Nga ai moment, gjithçka ndryshoi. Në qytet filluan fjalët. Disa thoshin se vajzat ishin parë të hipnin në një makinë të errët me targa të huaja. Të tjerë betoheshin se kishin dëgjuar britma në mesnat në zonën e lumit. Kishte edhe nga ata që flisnin për ndonjë grup që merrej me kalime të jashtëligjshme në kufi për njerëz që zhdukeshin pa gjurmë. Pas një jave, policia e mbylli dosjen. Arsyeja zyrtare. Nuk u gjetën trupa, gjurmë, as dëshmi konkrete. Rasti mbetet i pasgjidhur. 30 vite më pas. Në vitin 2020, Gurishti nuk ishte më ai qytet i harruar. Kishte hotele, rrugë të reja dhe një brez të ri që se njihte mas erën e baltës së lumit. Por në sipërfaqen e qytetit modern, rinte ende gjallë një plagë që nuk ishte mbyllur kurrë, zhdukja e dy vajzave. Një mëngjes të vonë prilli, një grup punëtorësh po hapnin një kanal të ri ujësiellësi në një zonë të prilëzuar mbi qytet, tek kodra e vjetër e Gurishtit. Ishte një ditë me mjegull të lehtë, kur njëri prej tyre, duke goditur me lopat, ndjeu diçka të fortë nën tokë. Mendoi se ishte gur, por kur ngriti një copës të bardhë, e kuptoi se s'ishte. Ishte një kock njeriu. Në fillim, askush nuk deshi ta besonte, por kur u hap më shumë, doli një varr i cekët me 2 trupa, të mbështjellë me mbetje rrobash të kalbura, një palë këpucë të vogla dhe një fjondo të bardhë ende të varur në flok. Policia u njoftua menjëherë. Lajmi i shpërtheu në media. Zbulohet varri i 2 vajzave të zhdukura në vitin 1990 në Gurisht. Hetimet rifillojnë pas 30 vitesh. Hetimi i ri. Rasti u besua inspektore Sajola Kodra, një grua 38 vjeçare e njohur për intuitën e saj të pazakontë. Ishte kthyer nga Tirana pas një dekade pune në krime të rënda dhe kishte emër si hetuese që i çonte rastet deri në fund. Ajo mbërriti në Gurisht në mëngjesin e 17 prillit. Në dosjet e vjetra që i sollën nga arkivi, faqet ishin të zverdhura dhe shumë dokumente mungonin. Por një dëshmi e veçantë ra në sy. Një burr i quajtur Recep Hila, roje natën në vitin 1990, kishte raportuar se më 12 korrik kishte parë 2 vajza duke vrapuar drejt pyllit, të ndjekura nga një makinë zezë që s'u pa më kurrë. Ai raport ishte shënuar pa rëndësi dhe ishte mbyllur. Ajo vendosi ta gjente burrin. Por Recepi kishte vdekur në vitin 2007. Jetonte vetëm një i biri, Ardiani, që mbante një zrugtari në periferi. Kur ajo shkoi ta takonte, ai I tha diçka që e la pa fjalë.
Babi im fliste për ato vajza edhe në ëndra. Thoshte se kishte parë diçka që s'duhet ta kishte parë kur. Ai tregoi se në netët e fundit të jetës, Rexhepi përsëriste një fjalë të çuditshme. Ata si ishin njerëz të thjesht e bën për ta mbyllur gojën. Dëshmitë e harruara. Në një nga shtëpitë e vjetra të qytetit, Ajola takoi edhe zonjën Monda Lekdushi, nënën e Borës, tashmë 68 vjeçare. Gruaja kishte mbajtur një kuti druri për 30 vjet, ku ruante gjithçka të vajzës, një fotografi të zverdhur, një ditar të hollë me kopertinë blu dhe një letër të palosur të gjetur në një jastëk ditën që vajza u zhduk. Letra ishte shkruar me dorën e Borës dhe kishte vetëm disa rreshta. Nëse ndonjëherë s'kthehem, mos më kërkoni në lum. Do jem diku që askush të sheh, por gjithçka sheh mua. Fjalë të pakuptueshme, të çuditshme për një 17 vjeçare. Por për Ajolën, ato ishin më shumë se fjalë, ishin paralajmërim. Në ditarën e Borës, me shënimeve për shkollën dhe ëndrave për të ardhmen, kishte edhe disa faqe të grisura. Ajo që mbeti tregonte diçka befasuese, përmendte një zot të ri që i premtoi rrugën për në Tiranë. Asnjë emër, vetëm inicialet SK. Kur Ajola kërkoi në arkivat e asaj kohe për ndonjë person me inicialet SK, doli një emër. Sokol Kelmendi, një burr që në 1990 kishte qenë drejtori i degës së kulturës në Gurisht, një post i parancishëm në letër, por me shumë ndikim në atë kohë. Ai kishte qenë ndër të parët që u largua nga qyteti pas viteve 90 për në Itali. Por sipas regjistrave të emigracionit, Sokol Kelmendi ishte kthyer në Shqipëri në vitin 2018 dhe jetonte sërish në qytet, në një vill të izoluar pranë pyllit, vetëm 3 kilometra larg vendit ku u gjetën eshtrat. Kur Ajola shkoi ta takonte, ai e priti me buzëqeshje të ftohtë. Ishte i moshuar, por ende me zë të fortë. Kur ajo përmendi emrat e vajzave, ai tha: "Ah, ato." Po i kujtoe. 2 vajza të zgjuara. Vinin shpesh në bibliotekën e qytetit. Më kërkonin libra për gazetari dhe pikturë. Çfarë tragjedie që u zhdukën, por sytë e tij nuk lëvizën asnjëherë nga fytyra e Ajolës. Ishte një shikim që fshite diçka më shumë se kujtim, fshite frikë. Në dalje, ajo pa diçka të vogël në korridorin e vilës, një kornizë vjetër me një fotografi të zverdhur. Në të ishin 4 persona, Sokol Kelmendi, një burr tjetër me uniformë, dhe 2 vajza që dukeshin saktësisht si Bora dhe Marisa. Qyteti i Gurishtës ishte një vend që dukej sikur koha kishte harruar ta vizitonte. Një qytet i vogël, i strukur me skodrave të gjelbra, me shtëpi guri, oborre të mbushura me hardhi dhe rrugë që përdridheshin si gjarpërinj mes maleve. Në verën e vitit 1990, Gurishti kishte vetëm një zhurmë të vetme, cingërimën e biçikletave, zërat e fëmijëve që luanin nëpër sokak dhe trokun e ndonjë makine të rrallë që sillte mallra nga qyteti i madh. Ishte një verë nxehtë dhe e trazuar. Lajmet për ikje, për njerëz që kalonin kufirin, për valigje të lëna fshehurazit e hekurat e trenit, ishin kthyer në legjenda urbane që përhapeshin në çdo lagje. Në atë kohë, 2 vajza 17 vjeçare, Bora Lekdushi dhe Marisa Toma, jetonin në skaj të qytetit, në 2 shtëpi që ndaheshin vetëm nga një gardh me lule manushaqe. Bora ishte vajza e një mësuesi të rrept historie dhe e një nëne që punonte në postë. Kishte sytë gri dhe një mënyrë të ftohtë për të parë botën, sikur gjithçka përreth ishte një enigmë që duhej zgjidhur. Marisa përkundrazi ishte plot jetë, flokështenje dhe gjithmonë me një fjondo të bardhë në kokë, një detaj që e bënte të dallueshme në çdo turmë. Të dyja kishin qenë të pandashme që nga klasa e parë. Luajten, mësuan, ndërruan bashk. Njëra donte të bëhej gazetare, tjetra piktore. Por ajo që i lidhte më shumë ishte një dëshirë e fshehtë, që e përmendnin vetëm natën kur shtriheshin mbi barin e lagësh pranë lumit të qytetit. Një ditë do ikim nga Gurishti. Nuk do të na gjejnë më këtu. Zhdukja. Ishte 12 korrik 1990. Bora dhe Marisa dolën nga shtëpia në orën 5 pasdite. Dëshmitarët e fundit që i pan ishin 2 gra të moshuara që po ktheheshin nga tregu. Thanë se vajzat kishin në duar një qese me fruta dhe po qeshnin, teksa ecnin drejt lumit si çdo pasdite tjetër. Pas asaj dite, asnjë njeri nuk i pa më. Kur ra nata dhe ato nuk u kthyen, nëna e Borës, zonja Monda, filloi të ndjente një ndjesi që s'ishte as frikë, as ankth, diçka më e thellë, si një parandjenje që ditë të marrë frymën. Rreth orës 10, ajo trokiti në derën e shtëpisë së Marisës. Edhe aty, e njëjta shqetësim. Askush nuk dinte gjë. Në mëngjes, babai i Borës, zoti Petrit, shkoi në polici. Por policia asaj kohe ishte e ngurtë, e ngadaltë dhe shpesh e frikshme. Oficeri që e priti i tha: "Janë vajza të reja. Ndoshta kanë ikur në qytet, ose dihet si janë të rinjt këto kohë. Do kthehen." Por nuk u kthyen. Pas 3 ditësh kërkimesh, u gjet vetëm një send, fjongoja e bardhë e Marisës, e përlyer me bajt dhe e ngjitur në degët e një shelgu pranë lumit.
Nga ai moment, gjithçka ndryshoi. Në qytet filluan fjalët. Disa thoshin se vajzat ishin parë të hipnin në një makinë të errët me targa të huaja. Të tjerë betoheshin se kishin dëgjuar britma në mesnat në zonën e lumit. Kishte edhe nga ata që flisnin për ndonjë grup që merrej me kalime të jashtëligjshme në kufi për njerëz që zhdukeshin pa gjurmë. Pas një jave, policia e mbylli dosjen. Arsyeja zyrtare. Nuk u gjetën trupa, gjurmë, as dëshmi konkrete. Rasti mbetet I pasgjidhur. 30 vite më pas. Në vitin 2020, Gurishti nuk ishte më ai qytet I harruar. Kishte hotele, rrugë të reja dhe një brez të ri që se njihte mas erën e baltës së lumit. Por nën sipërfaqen e qytetit modern, rinte ende gjallë një plagë që nuk ishte mbyllur kurrë, zhdukja e dy vajzave. Një mëngjes të vonë prilli, një grup punëtorësh po hapnin një kanal të ri ujësiellësi në një zonë të pryllëzuar mbi qytet, tek kodra e vjetër e Gurishtit. Ishte një ditë me mjegull të lehtë, kur njëri prej tyre, duke goditur me lopatë, ndjeu diçka të fortë nën tokë. Mendoi se ishte gur, por kur ngriti një copës të bardhë, e kuptoi se s'ishte. Ishte një kock njeriu. Në fillim, askush nuk deshi ta besonte, por kur u hap më shumë, doli një varr I cekët me dy trupa, të mbështjellë me mbetje rrobash të kalbura, një palë këpucë të vogla dhe një fjondo të bardhë ende të varur në flok. Policia u njoftua menjëherë. Lajmi I shpërtheu në media. Zbulohet varri I dy vajzave të zhdukura në vitin 1990 në Gurisht. Hetimet rifillojnë pas 30 vitesh. Hetimi I ri. Rasti u besua inspektore Sajola Kodra, një grua 38 vjeçare e njohur për intuitën e saj të pazakontë. Ishte kthyer nga Tirana pas një dekade pune në krime të rënda dhe kishte emër si hetuese që I çonte rastet deri në fund. Ajo mbërriti në Gurisht në mëngjesin e 17 prillit. Në dosjet e vjetra që I sollën nga arkivi, faqet ishin të zverdhura dhe shumë dokumente mungonin. Por një dëshmi e veçantë ra në sy. Një burr I quajtur Recep Hila, roje natë në vitin 1990, kishte raportuar se më 12 korrik kishte parë dy vajza duke vrapuar drejt pyllit, të ndjekura nga një makinë zezë që supa më kurrë. Ai raport ishte shënuar pa rëndësi dhe ishte mbyllur. Ajo vendosi ta gjente burrin. Por Recepi kishte vdekur në vitin 2007. Jetonte vetëm një I biri, Ardiani, që mbante një zrugtari në periferi. Kur ajo shkoi ta takonte, ai I tha diçka që e la pa fjalë. Babi im fliste për ato vajza edhe në ëndra. Thoshte se kishte parë diçka që s'duhet ta kishte parë kurrë. Ai tregoi se në netët e fundit të jetës, Recepi përsëriste një fjalë të çuditshme. Ata s'ishin njerëz të thjesht, e bën për ta mbyllur gojën. Dëshmitë e harruara. Në një nga shtëpitë e vjetra të qytetit, Ajola takoi edhe zonjën Monda Lekdushi, nënën e Borës, tashmë 68 vjeçare. Gruaja kishte mbajtur një kuti druri për 30 vjet, ku ruante gjithçka të vajzës, një fotografi të zverdhur, një ditar të hollë me kopertinë blu dhe një letër të palosur të gjetur në një jastëk ditën që vajza u zhduk. Letra ishte shkruar me dorën e Borës dhe kishte vetëm disa rreshta. Nëse ndonjëherë s'kthehem, mos më kërkoni në lum. Do jem diku që askush të sheh, por gjithçka sheh mua. Fjalë të pakuptueshme, të çuditshme për një 17 vjeçare. Por për Ajolen, ato ishin më shumë se fjalë, ishin paralajmërim. Në ditaren e Borës, mes shënimeve për shkollën dhe ëndrave për të ardhmen, kishte edhe disa faqe të grisura. Ajo që mbeti tregonte diçka befasuese, përmendte një zot të ri që I premtoi rrugën për në Tiranë. Asnjë emër, vetëm inicialet SK. Kur Ajola kërkoi në arkivat e asaj kohe për ndonjë person me iniciale SK, doli një emër. Sokol Kelmendi, një burr që në 1990 kishte qenë drejtori I degës së kulturës në Gurisht, një post I parancishëm në letër, por me shumë ndikim në atë kohë. Ai kishte qenë ndër të parët që u largua nga qyteti pas viteve 90 për në Itali. Por sipas regjistrave të emigracionit, Sokol Kelmendi ishte kthyer në Shqipëri në vitin 2018 dhe jetonte sërish në qytet, në një vit të izoluar pranë pyllit, vetëm 3 kilometra larg vendit ku u gjetën eshtrat. Kur Ajola shkoi ta takonte, ai e priti me buzëqeshje të ftohtë. Ishte I moshuar, por ende me zë të fortë. Kur ajo përmendi emrat e vajzave, ai tha: "Ah, ato. Po I kujtoje. Dy vajza të zgjuara. Vinin shpesh në bibliotekën e qytetit. Më kërkonin libra për gazetari dhe pikturë. Çfarë tragjedie që u zhdukën." Por sytë e tij nuk lëvizën asnjëherë nga fytyra e Ajoles. Ishte një shikim që fshitet diçka më shumë se kujtim, fshite frikë. Në dalje, ajo pa diçka të vogël në korridorin e vilës, një kornizë vjetër me një fotografi të zverdhur. Në të ishin 4 persona, Sokol Kelmendi, një burr tjetër me uniformë, dhe 2 vajza që dukeshin saktësisht si Bora dhe Marisa.